Përshëndetje nga unë Agnesa dhe për të gjithë shikuesit që janë ende me emisionin Zgjahu. Në këtë epizod të rubrikës Hapat e Suksesit do ta njohim një vajzë shumë të veçantë e cila shkëlqen në skenën e baletit. Era Dibra është vetëm 11 vjeçare, një nga balerinat më të talentuara të grup moshës së saj, duke spikatur me elegancë për kushtimin dhe pasionin e saj për këtë art. Ta ndjekim intervistën. Pra jam tani së bashku me Erën. Era, faleminderit shumë që pranove të jesh pjesë e emisionit Zgjahu. Faleminderit që më keni ftuar. A më tregon Era që sa vite merresh me balet? Që sa vite kështu e ke pasion baletin? Unë me balet mirëm që 3 vjet e gjys. Edhe qysh ka qenë kjo eksperiencë? Qysh ja nisi mas pari që ti me u regjistru në balet? Kur e kuptove që e ki talent dhe që të pëlqen? Unë pe që kam qenë e vogël, kam qenë elastike dhe kom bo shtrimet baletit. Dhe pastaj kum vetë mamen a muna me hin balet dhe pastaj më ka regjistruar. E qysh kanë qenë ato ditë e para? Kështu, a ke ardhur me shumë qef këtu në kurs baletit, qysh të priti mësusja, e ke pas vështirë heq më ambientu? Nuk e kom pas edhe shumë vështirë, se veç që kom bo shtrime në shtëpi, edhe tani mësusja u kon shumë e qetë, edhe më ka animu, po edhe qikat e tjera në balet. Era, ti i vjen mësimet këtu në shkollën me të bajraktarin. Në cilën klasi edhe apo më tregon qysh ke arrit qa me balancu edhe në shkollë me shku edhe më merr me balet, a shumë e vështirë? Më së pari jam klasën e 6, edhe kur kam qenë në klasën e 5 dhe të poshtë, e kom pas pak ma vështirë se më pas u jena lëshu dhe pastaj 6 ka njës edhe e kom pas pak vështirë, ama tash jam ma para dite e kam pak ma letë. Ma e lirë, jam. Okej, po për shembull e gjen gjithkohën që edhe shkollën mos me la, anash për shembull detyrat, po edhe mendjen me pas të baletit. Po munona edhe në shkollë dhe në balet, po në herë ka njerë më dalë pimenve, ama munona më përshëndru. Po munona është të dyjat më mbajt. Apo më tregon tash këtu në balet për shembull cilat janë ato ushtrimet më të vështira që ke hasën to prej fillimit, kështu që sa merresh me balet? Më të vështira janë konë kur të leva, ato që nuk i kom ushtru në herën e parë. Tash i kam pak ma letë, por hala i kam të vështira. Disa. Kështu para se me fillu më merr me balet edhe masa, çfarë ndryshime ke vrejt? A të kanë ndihmu kështu në shëndet, ose në trup, ose mu zgju ma mirë? Tregona ato këshillat ose ato, ç'më thon, informacionet që ai ke marrë ti masi ushtron balet? Po më ka zgjat shumë, do me thoni më kanë më shëndetshme. Pastaj, nëse nuk isha ardhur balet, nuk isha mësuesi për shembull me majt shpinë edhe shumë drejt, se këtu do të me majt drejt e tjerë. Po, do me thonë, mama ti e ke pa nuk e ke mbajt shumë shpinën drejt. Ky është nashta edhe një mësim, ajo kishe rekomandu qikave të vogla që për shembull ose ato që kanë probleme me shpinë ndoshta me fillu me balet më mirë. Po, jo veç edhe qika, po edhe djemt se do gjithmonë me majt shpinën drejt. Era, tregom me grupin tuaj të baletit, a ju bjen me shku në për shfaqje dhe qysh kaloni? Mu më bjen me shku në shfaqje për çdo vjet, por edhe qikave tjera e bëjna çdo vjet një koreografi ose kërcem, që e bëjna ki qikat, kur shkojna atë nuk është në gjë e modhe, se nuk... Po edhe jeni mësu... Po, kena mësu... A keni emocione për shembull kur del para publikut edhe çfarë ndjenjë është? Jena të emocionume, ama tani na thot mësusja që s'kene qa me bë, aden, me këty që kena ushtëru, mos me paramendu që janë këtë këta njerëz. E tregon për shembull familja, sa kanë qenë suportues për ti me vazhdu baletin, ose sa të kanë nejt gati? Më ka nejt shumë gati, se gjithë më ka thonë ati blej këto, aden, edhe në qësë së më kam vy, ama kanë qenë shumë suportues për mu. Kanë qenë suportues edhe për shembull kur ke pas nevojë me ardhur në ushtrime ose me shku në shfaqje, gjithmonë kanë qenë edhe kanë ardhur me të pa. Po, a kishe pas ndonjë fjalë për mamin ose babin për shembull këtu për kamerës për që të kanë suportuar edhe ndonjë falënderim me pas? Po, se faleminderit shumë që unë kanë suportuar dhe që... Qimi bu krenar. Po. Apo më tregon për shembull ndonjë ëndër që e ki tash tardhmen, ti si balerin, ku ki me arrit ose çka ki syne mira? Unë mendoj që ka me qilë edhe një studio që me imësu të tjertë, edhe normal shkollën kur s'ka me lonë. Okej, Era, po më tregon sa herë një javë vjen me ushtru balet, edhe sa ka qenë për shembull mësusja Megi suportuese për juve, kështu për juve vajzave balerina? Unë shkoj 4 herë në javë, se kam qenë më ushtru edhe ma shumë që mu bë edhe ma profesioniste,
Mësja me na ka supportu shumë, edhe sidomos në shfaqje ka thonë mos t'ja unin atë, edhe këtë në balet kur ka bëj shumë në i sen që ka bëj shumë, prapë se prapë veç e filloj shumë për fillime se sa s'na theke. Era, e kështë pas një mesazh prapë për ato qikat e vogla që dojnë me anis baletit, po thojnë se është shumë e vështirë, për shembull ju duket shumë e vështirë se shumë thonë që ka probleme edhe me këmbët kështu. A ke ndjeti probleme ose edhe çfarë mesazhe e kështë pas? Jo, unë mos pari si për qikat e vogla, ato janë nisi me baletonga që janë ato dëbuta dhe e kanë më lehtë me ushtru dhe pastaj kur të rriten i marrin edhe këto dhe kanë shumë lehtë me ushtru. Pra nuk është shumë i vështirë baleti, munden edhe ato me u regjistru, edhe ndihmon shëndet, edhe në shpinë kur keni probleme, edhe gjithçka veç pozitive gjana për baletit, apo? Po. Okej, Ira, faleminderit shumë që ishe pjesë e emisionit zgjo edhe po shpresoj që tash e tutje kemi pas veç suksese. Faleminderit shumë.